Duke mbetur te ky raport midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot se ndoshta Erion Veliajt mund t'i kenë dërguar edhe zarf me plumb brenda apo e kanë droguar, dhe se mënyra se si po menaxhohet Bashkia e Tiranës në këtë përplasje duket se ka një shantazh dhe një presion ndaj Erion Veliajt. Ju si mendoni, çfarë po ndodh në këtë rast? Edi Rama kërkon ta përvetësojë të gjithë për vetë Bashkinë e Tiranës dhe kërkon të nxjerrë jashtëloje një herë mirë Erion Veliajn, apo ka një skenar tjetër? Kjo ta filloj nga fundi. Ai e ka nxjerrë tashmë jashtëloje Erion Veliajn. Erion Veliaj, thash një herë, është një i vdekur politikisht. Erion Veliaj ka mbaruar politikisht. Vetëm se nuk është bërë varrimi në thonjza, në kuptimin nuk është bërë shkarkimi. Edi Rama da ki shkarkuar ato, po vetëm se ka hallin e zgjedhjeve të 11 majit. Sepse nuk mundet se nëse shkarkon sot brenda 45 ditësh duhet të shpallë presidenti sipas kushtetutës dhe ligjit duhet të shpallë zgjedhjet. Dhe atij Ramës nuk i konvenon, nuk do që ai të bëjnë bashkë me zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet kryetar Bashkisë së Tiranës, sepse ai nuk di fatin e vet një herë. Çfarë do bëhet në 11 maj, pastaj të mendoj për Bashkinë e Tiranës. Kështu që ai tani po pret të përfundojnë zgjedhjet e 11 majit, duke përfunduar zgjedhjet e 11 majit që ai mendon të fitojë, atëherë çfarë bën? Shpall zgjedhje për kryetar bashkie dhe pastaj fut të gjithë grupin e tij për të fituar zgjedhjet siç i fitoi edhe në 2 vite më parë në Tiranë. Kështu që kjo është ajo për sa i përket pjesës së Erion Velis që ka mbyllur historinë me Bashkinë e Tiranës. Pastaj për sa i përket zotit Rama, nëse ai e ka në dorë të gjithë, shiko. Unë siç ka vajtur po vend gjërat në këtë Republikë, unë mendoj që më mirë të shkrijnë fare ta prishin ligjin dhe 139/2015 për pushtetin vendor dhe ta kthejnë, thash, si komitetet ekzekutive dikur, të emëroj kryeministri, kryetarin e bashkisë, mos të lodhen kot duke bërë zgjedhje çdo 4 vite dhe kështu që dhe harxojnë dhe para e kështu me radhë, ku ndërkohë që kryetari i bashkisë nuk e pyet kush, mund të arrestohet kur t'i teket prokurorisë, mundet ta heqi kryeministri kur t'i doj qefi sipas kushtetutës për shkelje të rënda të kushtetutës dhe kështu me radhë. Dhe kështu që ku ishim, ish gjikundi. Ku është vullneti i qytetarëve, ish gjikundi. Kështu që kjo historia e zgjedhjeve fiktive, sepse këta zgjedhjeve janë kot, është një lloj koti kjo që po bëhet me zgjedhjet. Është një lloj koti sepse ti fiton zgjedhjet, i fitoi zgjedhjet ai në Bashkinë e Imarës, ky çfarë bëri, arrestoi, nuk e la të bëte betimin dhe të ushtronte detyrën e tij, edhe pse ishte me statusin e paraburgosur. Kështu që tashmë nuk kam asnjë dyshim që Edi Rama kontrollon të gjithë pushtetet të Shqipërisë, edhe pushtetin vendor, edhe gjitha me radhë. Të mbetemi sërish te Erion Veliaj, i cili ndaj të cilit është ngritur sërish një akuzë re nga Spaku mbi futjen e sendeve të ndaluara në burg, ku dyshohet edhe për përdorimin e celularit brenda burgut. Si është mundur që një kryetar bashkie dhe një njeri me një eksperiencë caktuar politike nuk ka pasur njohuri të caktuara apo nuk ka pasur këshillën e avokatit për t'i bërë ditur që nuk do duhet flas apo nuk do duhet komunikoj brenda qelisë burgut? Shiko, Erion Veliaj në momentet e para ishte i paqartë. Mendonte se ishte si puna atyre që dënoheshin në kohën e komunizmit, po thoshin nuk di që shoku e verë se ka bërë Mehmeti, e kupton me kokën e vet, na ka fut ai në burg dhe i dërgonin letra e Roxhës ata në burgu, që ankoheshin për Mehmetin, e kupton, po në fakt i kishte futur Erderi ata në burg. Dhe punë e Velis. Merresh me prokurorin, me gjyqtarin, merresh me Berishën, që çlidhje kishte, merresh me gjithë, po jo me Edi Ramën. Dhe nuk e kuptua Erion Veliaj që në burg e kishte futur Edi Rama në fakt. Dhe përgjigjet atje brenda shiko, duhet kuptosh diçka. Në paraburgim, në ambientin e paraburgimit, nuk hyn dot kush, edhe policët që hyn atje, që ushtrojnë pra që shkojnë në punë atje, që marrin turin atje, ata kontrollohen me skaner e kështu me radhë, që të futesh përgjithë në ambientet e paraburgimit, duhet të kesh marrë lejen
e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve dhe drejtorit të burgut. Padyshim që me djenit të ministrit të drejtësisë që është ai që i ka ata në varësi. Kështu që ato përgjithës që janë futur atje, janë futur me djenit Ylsimajës dhe gjithë këtyre. Po për ditë Ylsimajja, a e di Edi Rama? Po patjetër që e di. Dhe ato janë futur me qëllim që të dëgjoj bisedat e Erion Velis atje, çfarë ka diskutuar me familjarët, dhe në fakt ai ka diskutuar me familjarët atje, duke folur jo vetëm nga ambientet e takimeve kur është janë ambiente apostafat për të takuar familjarët, por edhe me anë të telefonit të institucionit, ku ai ka bërë emra, ka zënë emra gjysmën e Tiranës, i thoshte shko tako kryeministrin, të takoj filani se ai ka shok të ngushtë prokurorin dhe ai tjetri ka mik të ngushtë gjyqtarin. Nuk e kish kuptuar akoma që urdhrin atyre ka kishte dhënë Edi Rama për ta futur burg Erion Velin. Dhe kishte dhënë gjysmën e Tiranës në gojë kë kishin miq. Po ndërkohë që Spaku po i regjistronte këto. Dhe pastaj bëri gabimin tjetër fatal, si idiot që është, se mendon kur je pushtet, çiko, kur je në pushtet dhe një pushtet kaq të madh sa kishte Erion Velia, të duket vetja i fort, i bukur, trim me miq, po kur kthe kokën pasaj s'ke më asnjë. Dhe Erion Velia akoma nuk ishte në fazën e pesimizmit, nuk i kish kuptuar dhe fillonte fliste pënde si i fort. Dhe çfarë bëri gabimin tjetër, mori me qafë dhe policin e shkret, duke i marrë celularin gjatë shoqërimit që ata po i bënin nga burgu për në Spak, pra në masë e sigurimit, i thot ati më jep çik celularin dhe me anë të celularit të policit mori bashorte, mori vllajin, mori njerëzit, po ndërkohë që Spaku kishte vënë për gjithë familjarët. Dhe pa që thirrja hyrëset e familjarët vinte nga një numër që ishte me i drejtorisë së burgjeve, sepse institucionet dihet që ka numrat e tyre të shënuar kush janë nga çaj institucioni, dhe çfarë bëri Spaku e pa dhe konstatoi që ky numër kishte ardhur nga drejtoria e burgjeve, nga toka e shoqërimit të Erion Velis. Dhe mori policët të gjithë, i pyeti një polic i shkret që kishte dhënë celularin, u tregoi ndershëm, tha që po tha e kam dhënë unë, tha, sepse më bëri presion e Erion Velia, më tha po s'me celular do pshona puna. Unë tha ai, baj fëmijët me të rrok, tha. Dhe u tregoi ndërgjegjësh polici, se ashtu që vërteta. Dhe Spaku bëri dosjen gati, nisi pyeti policët e shoqërimit që kishin lejuar, kishin dhënë celularin e Erion Velis, dhe çfarë bëri, ndërtoi akuzën tjetër që ja komunikuon di Erion Velis, që është neni 304A, futja sende e palishme në ambjente e paraburgimit, që është vepër penale që dënohet deri në 5 vite burg. Kështu që Erion Velia i ka bërë veprimet e tij me vetdije të plot, nuk i ka patur askush faj. Se do të flasësh ti atje në burg. Emra ka zënë gjithë dynjan dhe do dalin emrat, unë i di shumë emrat të tyre sepse disa prej tyre kam me klient. Edhe ma thanë ata çfarë ka ndodhur se ka thirrur Spaku, i ka pyetur e kështu me radhë. Prandaj them që Erion Velia e ka mbyllur kapitullin dhe me bashkinë, edhe me partinë, edhe me Edi Ramën, le çfarë thot ai që shkruan në mesazhe në Facebook dje që mezi pres të takoj Edi Ramën, e kështu me radhë si ata që ishin në burg kohën e diktaturës që uronin Eve Roxhën për 8 nëntorin për themelimin e partisë, që partia ta mbante të fortë. Ne jemi në burg, do vojnë, por do dalin vetëm partia e fortë. Edhe Erion Velia është në atë rrugë. E kuptoni tani vetë, çfarë them unë, më ti djalit të shkolluar, të zgjuar, ardhme politikës shqiptare, madje do bëhet kryeministër, në fund fare dolin cop idiot.